Ngjarje të çuditshme filluan të ndodhin në një shtëpi të pleqjve. Një pas një, gratë të moshuara filluan të ankoheshin për marramendje, të përzierja dhe dhimbje barku. Por kur Jane, infermierje, i bëri një ultratinguj Monikës 18 vjeçare, nuk mund të besonte atë që pa. "Është një fryt," tha Jane me një zë të dridhur duke shikuar ekranin. "Je sigurt?" pyeti Monika, duke vënë dorën mbi barkun e saj. "Absolutisht," konfirmoi Jane, por në fytyrën e gruas së moshuar nuk kishte troditje, vetëm një mendim të shqetësuar, sikur të kishte frikë për diçka. Jane po pyeste më shumë, por atëherë Madison, infermierja tjetër, doli në dhomë me një grua tjetër të moshuar, Grace, e cila nuk ndjeheshte mirë. Simptomat ishin të njëjta. Jane, duke ndjekur intuitën e saj, i bëri një ultratinguj Grace-it. Frikë u shfaq përsëri në ekran. "Kjo nuk është më një rastësi," përshpriti Jane. "Çfarë po më ndodh?" pyeti Grace. "Je shtatzën," tha Jane pa hezitim. Grace nuk bëri asnjë britmë ose të qeshur. Ajo vetëm u tensionua dhe uli syt, si të dinte më shumë se sa po thoshte. Kur Madison sugjeroi që të flisnin me drejtoreshën, gruaja e moshuar papritmas e kapi dorën e Janeit me forcë friksuese. "Jo, nuk keni të drejtë t'i tregoni askujt." Ajo u largua duke lënë vajzat në një heshtje të tensionuar. Diçka nuk ishte në rregull. Këto gra nuk ishin vetëm shtatzëna, ato po fshehnin diçka. "Duhet të zbulojmë vetë," tha Madison, dhe ata filluan të vëzhgonin. Shtëpia e pleqjve ishte një vile tjetër, e ndarë në krah për burra dhe gra. Kontakti midis banorëve ndodhte në mbikëqyrje duke përjashtuar mundësinë e marrëdhënieve intime. Nuk kishte kamera në brendi për shkak të etikës, por korridorët dhe holli ishin të mbikëqyrura. Me lejen e rojes së sigurisë, Jane dhe Madison morën akses në arkivat e mbikëqyrjes me video. Ata kërkuan ndonjë anomali dhe pas disa orësh vëzhgimi vëretën diçka të çuditshme. "Shiko," tregoi Jane në ekran. "A është ky zoti Clinton?" Në video një roje sigurie, i cili zakonisht punonte te porta, po shkonte poshtë korridorit të krahut të grave duke ndjekur Monikën. Ata të dy u zhdukën pas një çoshje që çonte në dhomat e gjumit. Disa minuta më vonë, Clintoni doli përsëri duke rregulluar uniformën e tij. "Kjo është e dyshimt," tha Madison. "Ai duhet të jetë në pushime apo jo?" Ata vendosën të pyesnin infermierën kryesore, Rachel, pa zbuluar dyshimet e tyre. "Zoti Clinton?" tha Rachel. "Ai është në pushim mjekësor prej 3 muajsh tani. Ka një hermi. Disa herë viziton nënën e tij, zonjën Rose. Ajo jeton këtu." Jane dhe Madison shkëmbyn shikime. "A është nëna e tij këtu?" pyeti Jane përsëri. "Po, ka disa vjet që është," konfirmoi Rachel. "Por nëse Clinton është në pushim mjekësor, kush ishte ai në video?" Në ditët në vazhdim, Jane ndjente gjithnjë më shumë se diçka frikësuese po ndodhte në shtëpinë e pleqjve. Shtatzanit nuk ishin të rastësishme. Po sikur Clinton të mos ishte Clinton fare, apo më keq akoma, po sikur ai të mos ishte i vetmi, po sikur kjo të ishte një eksperiment, tha ajo me një zë të ulët për Madison gjatë darkës. Ose diçka tjetër, diçka jashtëtoksore, shtoi Jane heshtur. Ata filluan të ndiqnin zonjën Rose. Gruaja luante të njëjtën melodi në piano, sikur të ishte e hipnotizuar. Kur Jane përpiqi të fliste me të, Rose papritmas ndalonte muzikën dhe i thoshte ftohtë: "Ata po kthehen." Në udhëm atyre një shtëpi. Këto fjalë jehonin në kokën e Janeit. Çfarë mund të donte ajo? Atë natë, duke shikuar përsëri videon, Jane vëreti një detaj tjetër. Pas vizitës së Clintonit te Monika, Rose hyri në dhomën e saj. Kamerat nuk treguan se çfarë ndodhi brenda, por atëherë të dyja gra dolën nga dhoma duke ecur në një hap të përkryer të sinkronizuar. "A mendon se Rose është përfshirë në këtë?" pyeti Madison dhe Jane tundi kokën, duke sugjeruar që të vazhdonin hekimin mëngjesin tjetër. Megjithatë, atë natë Jane u zgjua me një ndjenjë të çuditshme. Telefoni i saj celular vibroi. Ishte Madison. "Shko në hall, Rose, është përpara pianoja." Por ajo nuk është vetëm. Në hallin e zbrazët dhe gjysmët e erët, Jane i pa ato, disa gra të moshuara që qëndronin në një rreth, duke mbajtur duart mbi barkun e tyre.
Ross luante sigurisht në një taras. Në qendër të rrethit qëndronte dikush me uniformë sigurie. Jane bëri një hap përpara dhe atëherë burri u kthye. Ishte Clinton, por sytë e tij ishin të zinj. Ti nuk kishe parë këtë, përshpëriti ai. Në mëngjesin e ditës tjetër, Jane u zgjua në shtratin e saj. Gjithçka dukej normale, si të mos kishte ndodhur asgjë. Madison ishte ulur pranë saj dhe sapo pa Jane hapi syt dhe e pyeti. "A e mban mend?" "Po, e mbaj mend," tha Jane. Kjo nuk ishte një ëndër. Nga frika ata vendosën të qëndronin të heshtura, por e dinin se shtëpia e pleqjve fshihte më shumë se sa dukej dhe këto shtatzani ishin vetëm fillimi. Një mëngjes tjetër Jane dhe Madison shkuan në dhomën e vëzhgimit për të parë më shumë videokamerat. Ajo që gjetën ishte shqetësuese. Në korridor një gruaja moshuar e cila kishte qenë pjesë e rrethit të grave që Jane e pa një natë më parë, ishte duke u ngjitur në katin e dytë. Kur askush nuk e shihte, Jane e ndoqi dhe pas disa minutash ajo hyri në një dhomë të mbyllur. Ajo që ndodhi aty brenda ishte e pakuptueshme. "Pse po shkojnë në dhoma të mbyllura?" pyeti Madison, e cila po hidhte një sy nga ekrani i vogël i kamerës së vëzhgimit. Jane ndiqte me vëmendje çdo lëvizje, dhe ndërsa ato po shihnin videot, ndjeu një ftohtësi që po e mbulonte. Diçka e çuditshme po ndodh në këtë vend. Disa nga gratë kishin filluar të sillnin frymëmarrje të thella dhe nganjëherë e humbisnin ndjenjen e kohës. Ishte si një lojë e fshehtë që përfshinte një mister që nuk mund të shpjegohej. Jane vendosi të merret me këtë çështje dhe në një mëngjes të pasardhës ajo po i afroi drejtoreshës së shtëpisë, zonjës Elisa. "Ne duhet të flasim," tha ajo me zë të ulët. "Diçka nuk shkon këtu." Zonja Elisa shikoi me kujdes dhe duke e parë Jane në sy tha: "Nëse do të vazhdoni të bëni këtë, mund të përballeni me pasoja që nuk i keni parashikuar." Për një çast Jane u ndal dhe pyeti veten: "A është kjo një rrezik? Apo duajmë me zjarr?" Shtëpia e pleqjve, që fillimisht dukej si një vend i qetë dhe i sigurt, tani dukej si një terren i mbushur me sekretet e errta. Jane e dinte që ajo dhe Madison duhet të vepronin shpejt, pasi çdo ditë që kalonin, shtatzanit dhe ngjarjet të çuditshme po bëheshin më të rrezikshme. Në një ditë të caktuar, ata shpërthyen në dhomën e ndihmës mjekësore. Të dy gratë, të cilat po ishin shtatzana, ishin të lidhura me këtë vend, tha Jane. "Kjo është diçka që duhet të hetohet urgjentisht." Kjo nuk ishte një ëndër. Kishin zbuluar një sekret të thellë që duhej zbuluar, por tani ishte shumë vonë. Disa nga ato gra po e mbanin një të fshehtë që do të ndryshonte gjithçka. Ky ishte vetëm fillimi. Në atë moment Jane dhe Madison nuk mund të qëndronin më të heshtura. Ata kishin zbuluar më shumë se sa kishin menduar. Pas disa ditësh, një ngjarje tjetër e papritur ndodhi. Në dhomën e vëzhgimit, Jane pa diçka që e bëri zemrën t'i rrihte më shpejt. Në një video, ato pa një grua të moshuar që ishte i lidhur ngushtësisht me një nga gratë që pretendonte se ishte shtatzan. Sytë e saj ishin të ndryshuara, si të tjerët, si diçka jashtë toksore, ishte një shenjë që nuk mund ta injoronin. Madison e shihte me shqetësim. "Çfarë po ndodh, Jane? A është kjo një lojë e madhe?" Jane ndjeu se gjithçka po merrte një kthes të pabesueshme. Nuk është më një rast i rastësishëm. Kjo është më shumë se kaq, duke se ka një plan të madh që është duke u realizuar këtu. Ndërkohë më shumë nga gratë filluan të tregonin simptoma të ngjashme, ndërsa Jane dhe Madison po mbanin syt hapur për çdo shenjë të re. Në një moment ata zbuluan një përmbledhje të dhënash të fshehura në një kompjuter që tregonte se ky vend kishte lidhje me grupe të mëdha që nuk mund të ndiheshin më të sigurt për të zbuluar. Në natën e fundit të jetimit të tyre, ata u nisën për të zbuluar një të vërtetë më të tmerrshme se kur. Në një dhomë të izoluar, ato gjetën një grup të maskuar që ishin ndjerë si një lëvizje që kishte kaluar në për të gjitha këto vite, duke u maskuar si gra të moshuara. Ata ishin të dyshimt, të vjetër dhe të ri, që kishin filluar të lëviznin dhe të përmbushnin misionit e një plani të fshehtë që do të trondiste gjithçka. Në një moment, të gjithë ata që kishin qenë të fshehur u zbuluan. Ata ishin më shumë se thjesht persona të maskuar. Ata ishin një rrjet i madh që kishin përgatitur këtë plan për shumë vite. Ata ishin të tjerë, të rinj, të fshehur pas maskave, duke jetuar si një udhërofyes për një plan të shtrirë që kishte për qëllim të mbante tërë botën të nënshtruar. Ata ishin të fshehur për më shumë se sa mendonin njerëzit.
Jane dhe Madison gjatë gjithë asaj kohe të hetimit kuptuan se ato kishin qenë të përfshira në diçka shumë më të madhe dhe më të frikshme. Kishin kuptuar që ky vend ishte një labirint që tërhiqte ato dhe i linte të bënin gjëra që kur nuk do të kishin menduar më parë. Pse na e bën këtë? Jane pyeti atë që ishte tani më shumë një maskë se sa një grua e vjetër, duke shtrënguar dorën. Sepse është koha, u përgjigj ajo, duke lënë pas vetes një heshtje që vetëm mund të kuptojnë nga një individ i qartë dhe i frikshëm. Koha për ndryshim që të vi. Për herë të parë Jane dhe Madison ndihmuan në zburimin e së vërtetës, duke e njohur këtë si një histori që nuk mund të shkruhej kurrë. Ata i kishin parë se nganjëherë realiteti është më i frikshëm se çfarëdo historie e shpikur.